pse nuk e ngre rrogën mesatare. Për 12 vjet asgjë nuk e bë për popullin. Shif Greqinë e mëso. Unë të shoh Greqinë të mësoj, për 12 vjet asgjë, po ja thash më përpara. Paga mesatare në sektori publik ka qenë 372 euro kur kam marrë detyrë. Sot është 1000 euro në sektori publik. Në sektorin e përgjithshëm, bashkimi i privates me publiken, ka qenë 322 euro, sot është 830 euro. Si nuk është ngrit? Është ngrit që të shkeme atë punë. Si nuk është ngrit? 2 fishe gjys, si nuk që ka ngrit? Qa ti shoh Greqisë? Nuk e shoh fare Greqinë unë, përkundrazi, Greqinë shive ti edhe kupto që Greqia ka një avantazh ndaj nesh, siç kanë gjithë vendet e Bashkimit Evropian, që ka një buxhet ekstra. Prandaj duhet futemi në BE. Prandaj duhen lënë prallat dhe duhet futur në BE, që të kemi dhe ne një buxhet ekstra. Atëherë, Dymdhjetë vjet në pushtet s'keni bërë një tren. Ne nuk bëjmë trena. Ne bëjmë hekurudha. Dhe hekurudha Tiranë-Durrës është drejt përfundimit, ndërkohë që janë një sër projekte tjera që janë pjesë e mandatit 4, sepse gjërat bëhen me radhë. Ne nuk kishim, o zotri, a ju kujtohet si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë, apo e keni harruar? Ore nga aeroporti në Tiranë, a e mbani mend si ka qenë rruga nga aeroporti në Tiranë? Por ne nuk kishim rrugë për të shkuar në aeroport. Çfarë më diskutoni tani hekurudha? Ne s'kishim rrugë të shkojmë në aeroport, ne kishim buxhetin grop. Kompanit ishin rrinin me i këmbë si gjysmagjela, sepse nuk i kishte paguar më qeveria për kontrata. 100 miliona euro borxhe, çfarë po më thu tani nuk bëti tren. Ne hekurudhat i kemi nisur. Edhe do t'i bëjmë, sepse kemi marrë edhe financime nga Europa, nga bankat europiane për këtë punë. Por duhet futemi në Bashkimin Evropian, zotri. Duhet futemi në Bashkimin Evropian që të kemi një buxhet ekstra. 1 miliard e ca kemi marrë ne nga BE-ja mbështetje në këto vite, 90% kredi. Nëse futemi në BE, kemi 1 miliard çdo vit. Dhe është 90% grant, jo kredi. Pra, granti është para që janë për ty dhe nuk ke asnjë borxh që ti kthesh. Kuptove? Çfarë të mbështesin? Llumin që i shkaktohet Shqipërisë në 12 vjet apo turizmin cop. Ju duhet ikni të mos ktheheni për 50 vjet. Po, më falë, po, ti ku jeton? Se dakord, ku jeton? Domethënë llumi shkaktohet Shqipërisë të 12 vjet. Para 12 vjetësh Shqipëria ishte e kulluar. Turizmi cop këto 12 vjet, por para nuk e di. Kjo është. Kush nuk do të shikoj është më i verbër se ai që ka probleme me shikimin. Kush nuk do të dëgjoj është më i shurdhët se ai që ka probleme me dëgjimin. Kjo është.